Është koha për intervistën e ditës. Me mua në studio është Zjatin Sela, kryetari i Lidhjes Shqiptare. Mirëmbrëma dhe mirëservet, zotri Sela. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Faleminderit për ftesën. Zotri Sela, në këtë studio në intervista keni qenë si drejtuesi i LRPDSH-s, si drejtuesi i Aleancës për Shqiptarët, si kryetari i Kuvendit të Aleancës, tani si drejtuesi i Lidhjes Shqiptare. Kohë e shkurtër për këtë rrugtim politik. Ky është fati siç duket i atyre të cilët nisin dhe ndërtojnë. Dhe mallkimi në të njëjtën kohë që ndjekin njerëzit që nga asgjëja bëjnë diçka dhe pastaj krijohen fatkeqësisht parazit brenda strukturave që mundohen t'i dalin zot diçka që është e huaj. Kështu që kjo në të njëjtën kohë është ndëshmia që nuk e kemi ndërmend të dorëzohemi. Për sa kohë që vlerësojmë që skenës politike kemi çfarë japim, dhe sidomos këto situata kur skena politike është goxha e polarizuar me shumë parti politike, por realisht pa kauza, pa ideologji politike. Kështu që një subjekt politik dhe një mendësi politike, si e LRPDSH, Aleancës për Shqiptarët dhe Lidhjes Shqiptare tani më, është mos e nevojshme skenën politike, sepse shqiptarët duhet të kenë alternativë. Unë nuk shoh që ka alternativë, po marr parasysh që promovohet ideja e dy bloqeve, po realisht është një mendësi politike. Lidhja Shqiptare është në alternativë mirëfill politike, është me shqiptarët dhe do të jetë çdo herë për të vetëdijsuar shqiptarët për tradhtit kushtimisht thënë që u bëhen nga aktorët tjerë politikë. Me formimin e Lidhjes Shqiptare, a hoqet dorë përfundimisht nga Aleanca për shqiptarët, për shkak se në ftesën për kongresin, tha se bëhet fjalë për kongresin e 5. Natyrisht në statutin e partisë, çdo hap dhe çdo veprim ka bën me statut partie, sepse vlerësoj që subjektet politike duhet bazohen në rregullat të cilat i kanë shkruar vetë. Dhe ne në statutin e partisë kishim të paraparë të gjithë këtë situatë që i ndodhi Aleancës për shqiptarët. Respektivisht në 192 parashitet situata kur përbërja paraprake nuk i dorëzon vullat, atëherë obligohesh te kuvendi që të regjistrohet subjekt i politik. Dhe konform saj kemi regjistruar Lidhjen Shqiptare prej në gusht të vitit të kaluar para zgjedhjeve lokale, dhe ky ishte kongresi 5 i Aleancës për Shqiptarët, me çrast kaluam nga Aleanca për Shqiptarët në Lidhje Shqiptare, u integruan, vendimi ishte që të gjithë strukturat e Aleancës të integrohen në Lidhjen Shqiptare. Kështu që kjo ishte ajo që ndodhi atë ditë në kongres. Ne vlerësojmë që jemi në atë që është e jonë, edhe Aleanca për Shqiptarët, s'kemi heq dorë. Vazhdon procesi gjyqësor edhe për Aleancën për Shqiptarët. Jeni ankuar në shkallën e dytë? Në gjykatën e apelit. Ai që me që po e hapim këtë përsëri dhe po e mbyllim, ai që duhet heqë dorë nga kjo punë është Arben Taravari, sepse nuk është lehtë të marrish dhe të mbash gjën e huaj. Ta marrish ndoshta është më e lehtë, po ta mbash. Po tani ndoshta e ka më lehtë për shkak se ju vetëm formohet një subjekt. Jo, është më vështirë tani më, kështu që unë apeloj, është e fundit që i them, le të heqë dorë, le të bëhe organizatën e vet politike, kërkush unë nuk i bëj ndonjë. Ja, supozojmë se gjykata do të vendosë në favorin tuaj. Çfarë do ndodhë atëherë? Do vazhdoj Lidhja Shqiptare. Nuk do të ketë më ashe? Po tash natyrisht, tashën këto zotrin të cilët, këto parazit brenda nesh e tjetërsuan, e bën jo nder e dinjitet në sytë shqiptarëve, po e bën turp e faqezes, sepse nga një aleancë Arben Taravarit u krijuan edhe disa aleanca tjera, ku diun të Arben Fetajt, Azir Aliut e nuk e di çfarë, po të gjitha pa dallim, të cilët kanë dalë nga Aleanca Arben Taravari. Këtu desha dalë te pyetja, zotri Sela, sot nëse Aleanca për Shqiptarët do të ishte e bashkuar, do të kishte në kuvend 8 deputet. E vërtet, po. Ashtu ja kaloi nëpër turbulenca politike, ju me krahun tuaj përfunduat në koalicion me Bodin, Taravari përfundoi në koalicion me Vlenin, ndodhen ato ndarje. Sot nga ky këndvështrim ndjeni përgjegjësi për shkak se edhe ju si themelues i Aleancës, po edhe në atë kohë ishte kryetari i kuvendit të Aleancës, ndjeni përgjegjësi për këtë situatë, këtë gjendje të Aleancës? Do të ndjesha përgjegjësi në qoftë se unë do të isha idhtari i idesë të koalicionimit qoftë me BDI-n, qoftë me Vlenin. Këtu është problemi dhe dallimi kryesor. Unë kam ndjek linjën e vetme
dhe më të pastër dhe që i duhet Aleancës për Shqiptarët. Dhe për këtë janë dëshmitare edhe Arben Taravari edhe gjithë që kanë qenë aty. Qëndrimi im ka qenë që Aleanca për Shqiptarët shkoj vetë në zgjedhje pa koalicion, pasi u përballën me goxha koalicione dhe me tradhti. Mos harroni se ne kemi pas koalicione edhe me Lëvizjen Besa edhe me Alternativën që iku Elshoj, shkojnë qeveri me BDI-n dhe këto situata Aleanca për Shqiptarët duhet të shkojë vetëm në zgjedhje. Kështu që në këtë drejtim unë nuk ndjej përgjegjësi për sa kohë që kam trasuar rrugën e drejtë që duhet të ketë Aleanca për Shqiptarët. Tani të tjerët, Arben Taravari ka pas opcion, edhe Vlenin edhe BDI-n. Apo, biles, më kujtohet se tani ma rikujtojnë këto, ju kam thënë mos prish një shtëpinë tuaj për të rregulluar shtëpitë e tjerëve. Apo. Kështu që, mirë po, fatkeqësisht varen qëllimet për çka hyn në politikë. Arben Taravari kish hyrë me qëllimin për ta shkatruar Aleancën për Shqiptarët. Kish hyrë me qëllimin për të bërë ato që bëri dhe që ndoqën si skandale me, ku diun, parkingje, shtëpia të shtrenjta, milionëshe mes Shkupit e tjerë, por jeta është e gjatë, më turp se sa kur ta shohësh veten pasqyrë nuk ka për gjërat që ke bë. Ndërsa më kënaqësi. Po thoni, këto janë arsyet që i përmendet për zotin Taravari? Po unë nuk gjej arsye tjetër. Çfarë arsye tjetër mund të ketë në momentin kur dëgjoj, ta mbyllim këtë temë sepse na duhet koha për aktualitetet. Dëgjoni, unë nuk e di pse duhet vazhduar kjo temë. Ka një të vërtetë. Aleanca për Shqiptarët ka marrë vendim të kryesisë qendrore në nëntor të vitit 2023 që shkon vetë në zgjedhje. Këtë vendim e ka votuar Zjedin Sela, Arben Taravari e gjithë anëtarët e kryesisë qendrore në mënyrë unanime. Tani, kush është tradhtari në këtë mes, është ai i cili i bëri bisht vendimit të kryesisë qendrore. Dhe ta mbyllim këtë temë. Kjo është, pse duhet shëtisemi me fjalë boshe andej këndej. Një parti rrie unifikuar ku respektohen organet e saj. Kryesia qendrore, kuvendi qendror që nuk u thirr dhe u bë koalicionimi nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu që është e qartë, mendoj që duhet të humbim energji më tepër. Në kongresin e 5, ashtu siç e thatë se nuk jeni për të bërë pjesë e qeverisë, nuk jeni të interesuar. Cili është vizioni i këtij subjekti tani ta quajmë? Çka dëshironi të arrini me këtë subjekt? Të rrini gjatë në opozit? Të bashkoheni shpejt në qeveri? Jo, apo unë i kam thënë përgjigjet e mia. Për shkak se është paralajmëruar edhe zgjedhjet të mundshme parlamentare, prandaj po paralajmërohen. Ku e shihni veten? Do dilni vetëm? Do t'i bashkoni ndonjë? Mirë se shumë pyetje po, bën. Do t'i bashkoni ndoshta edhe ndonjë subjekt me lista? Temat që u hapën gjatë asaj periudhe ishin tema që nuk i hapnim ne, po i hapshin kundërshtarët tonë politik, apo oponentët, Vleni, eksponentët të tyre, ku din Bilalli, Izeti, ai tjetri. Në qeveri hyet shkëlqen kur je i fortë. Sepse kur je i fortë, nderon veten dhe përfaqëson popullin me dinjitet dhe i bën më të barabartë. Edhe në aspektin social, edhe ekonomik, edhe juridiko kushtetuesi gjithçka. Kur je i dobët, turpron veten dhe merr në qaf një popull. Këto janë parimet e mia. Në kongres ju kam dhënë përgjigjen e këtyre të cilët kur e shifshin që nga mua përballeshin me refuzimin, thanë që janë mbyll dyert. Ato dyert nuk janë mbyll. Ato janë dyert turpi. Dera e turpit nuk mbyllet kurrë. Çdo herë është e hapur. Mjafton që t'jesh i paturpshëm dhe aty e ke vendin. Apo. Kështu që është temë që mund të aktualizohet kur të duam ne. Apo. Po me kurriz ulur dhe të përulur, Zjedin Sela dhe Aleanca që ka përfaqësuar Zjedin Sela dhe lidhja shqiptare nuk e ka ndërmend që të bëhet për ulje kurrizit. Sepse keni pasur oferta. Kemi hyrë në politikë, përditshme janë ofertat, çdo herë janë ofertat. Janë bë baste, ka hyje, s'ka hyje gjithë po. Nuk më bëjmë përshtypje më të gjëra. Unë kam menduar kushtet e mia. Unë kur kam hyrë në politikë, kam bërë parti politike për të përfaqësuar popull dhe jo interesa personale. Apo. Dhe kjo do të jetë qasja ime, pa marrë parasysh atë paragjykimin kushtimisht thënë që bëni ju, po çdo bëjmë ne në opozit. Do kërkojmë prej popullit që të japë vot, sepse realisht
Unë paktën gjatë veprimit politik që kam bërë, këtë e kam dëshmuar. Kam premtuar gjëra që mund t'i bëj, kur kam premtuar dhe i kam bërë. Aq kohë, për aq fuqi sa më ka dhënë popullin, po ka një ligj për gjuhën që unë e kam sjell, për cilën ngrit gjithë shteti për ta rrëzuar gjykatën kushtetuese gjithë qeveria, ndërsa populli duhet m'japet tani ekzekutivin që t'i përfaqësoj dhe e shihni se si bëhet zbatimi nga mbledhja e parë e qeverisë. Nga kush janë ofertat për të bërë pjesë e qeverisë dhe Sela? Janë nga Vleni apo nga Miskosi? Po pak rëndësi ka. Dhe çfarë janë ato oferta? Ne na e sapët e tjerëve nuk hyjmë. Sela, në kuvent ka kaluar faza e parë e ligjit për përfaqësim. Ndërkohë ditë më parë dorëzuat edhe ju versionin e juaj me gjas sipas paralajmërimeve do të refuzohet versioni që ju keni propozuar. A jeni të gatshëm që me amandamente të ndërhyni në këtë propozim të qeverisë, apo... Natyrisht, amandamente do t'i bëjmë. Si mendoni të pengoni nëse ashtu si që dëgjuam gjithë se thatë ligji nuk është i mirë? S'është i mirë ligji, dhe unë me të vërtet unë mundova dje që t'ju jap mesazh, edhe me ato që ti e nise, me eksponentët e Aleancës për shqiptarët, deputet që janë aty, me cilët unë kam harxuar goxha kohë për t'ju sqaruar këndvështrimin dhe kauzat e mia politike, mes tyre edhe Bekim Qoku, sepse Bekim Qoku ne kam pas për krah kur kemi bë tryezën e përbashkët partive politike dhe e kam faktorizuar në kuadër të një tryeze të tillë, apo? Dhe ne në këtë drejtim unë mendoj që ky ligj është shumë i dëmshëm. Është shumë i dëmshëm dhe shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë deputetëve shqiptar që të kenë kujdes. Ligje të tilla, të cilët kanë për qëllim që avash ta çmontojnë marrëveshjen e orit, apo nuk është çështje interesash personale dhe individuale. Nuk ka të bëjë, ky është mesazhi i fundit që ja dhash edhe zëvendës kryeministrit, nëse ka ndërgjegje dhe ta kuptoj Bekim Salit. Thash, kjo s'është ligj për ty. S'është as për mua. Nuk është as për Shkëlzenin, sepse unë i kam kalu 53 e të tjerët, këtu jemi pak a shumë këto moshë. Ky ligj është projekcion i ardhmërisë së gjeneratave që vinë, i atyre studentëve që protestojnë, i fëmijëve që i keni shtëpi dhe atyre që ndoshta s'kan lindur, i nipërve e së nipërve. Apo. Kështu që ky ligj asesi duhet kaloj. Ky ligj, në ana tjetër është shoh debatin që zhvillohet 20 vite po tani. Dhe ky debat 20 vite që keni bëj ju, nuk kupton që ti mos u bën siç janë bërë të tjerët 20 vite me radhë. Se njësoj është. Edhe këto 2 vite, ja s'po them më keq, është njësoj si ato 20 vite. Apo. Prandaj janë momente kur duhet ky popull të ngrihet mbi vetveten dhe ti gjykohesh çdo veprim që bëhet me interes gjeneratash, jo me interese individuale dhe domethënë balancuesi që merret si krahasim me ligjin që është për profecinë të drejtë dhe adekuat që e propozon si qeveria. Është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë, veç paketimi i emrit është ndryshe. Vëmëro dhe pëmëneja mundohet që ta harxoj, ta djegë edhe këtë drejt që buron nga marrëveshja e orit. Kotat etnike nuk janë askund, ndërkohë që harroni që marrëveshja e orit dhe ajo e drejt në kushtetut përfaqësimi drejt dhe adekuat është për shkak të diskriminimit etnik që bëhej në Maqedoni dhe që bëhet. Zeni ne këtu jetojmë bashkë. Jo për shkak të profesionalizmit. A ka paragjykime etnike sot e kësaj dite? Ka, kush është ai shqiptar që ndel dhe më thot mu që s'ka paragjykime në bazë etnike, unë jam i gatshëm t'i kërkoj falje publikisht dhe të largohem nga ky profesion që ushtroj. Kështu që nuk mundesh ti të heqësh kuotën etnike. E dalin lloj ekspertësh çuditërisht që unë po habitem, se më është të drejtë. Çfarë likësie duhet kesh brenda vetës që ta tregtosh të ardhmen e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Me çfarë të drejte ti e tregton të drejtën e një triu, e treje shqiptare, e një fëmije që ka nis tash shkojnë shkollë, e një djalë, një vajze që s'ka lind akoma, sepse ti pas ke ndonjë privilegj, për ndonjë pushteti, a nuk e di kush tjetër. Prandaj, e ke fjalën për ekspertët. Po pra ekspertët, që flasin shqip, që pikën e respektit se kanë. Domethënë, cila qenë ka kjo arrirje e madhe pas kanë shpikurin e nxehtë këta, përgjegjësi politike do të ketë. Përgjegjësitë politike janë edhe në diktatura. Përgjegjësitë politike janë normë e demokracisë.
Po kjo është aspekt moral, nuk është dënim që ta imponon institucioni. Po me çfarë përgjegjësie politike do ta vendojmë përpara një përgjegjësie një kryetar komune, për shembull, që ka mandat prej popullit, dhe që nuk e respekton ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. E gënjeshtrat e gjoja vendimeve të Komisionit Venecias, apo ta shihni vendimet e Komisionit Venecias, nuk e përkrah ligjin, thjesht vepron në bazë të kërkesave që i ke parashtruar dhe të paralajmëron që duhet konsensus politik. Çan këta bastard të tipit të kryetarit të parlamentit, që merr të drejtën Komisionin e Venecias ta mbajë fshehur nga opozita shqiptare dhe këndvështrimet që i ka zgjatin Sela. Don s'don ai, unë jam deputet i zgjedhur i popullit, njësoj si ai. Dhe i raporton atyre dhe thot do informoj që t'i paraqesin drejtet e tyre me shkrim dhe asnjë informat nuk i bën opozitës shqiptare. Ç'është kjo qasje? Ky mbi turp për njeriu e jo përfaqësuesi i popullit, që kërkon falje se pas ka pas grafën e parë të raportit që e ka bërë në gjuhë shqipe. Dhe bën naivin se pas ka ditë. Ç'm këto njerëz? Kështu që ligji për përfaqësim të drejtë adekuat në shfrytërasin që t'u bëj apel deputetëve shqiptar. Kështu t'i bëjnë matjet, jo me interes personal. Po janë me mijat punësuar nesër që do i presin shqiptarët. Ka plot deputet nderuar, i dëgjova edhe në replika dje. Unë ju bëra thirrje deputetëve të Aleancës. S'është kjo kauza jonë, le të kujtohem pak. S'është kjo gjëra të cilën bashkë ne kemi biseduar. Gjëja që ne bashkë kemi biseduar e kanë në ligjin tim që e kam dorëzuar. Që për bazë merr kuotën etnike. Ndërsa deputetëve u them, tradhtia s'është me brigja. Unë tani nuk du të përdorem se është bë kjo fjalë përdoret vend e pa vend, por gjykoj se më aktë tradhtie, se t'ja mbyllish perspektivën atyre fëmijëve të vetë që i kanë shtëpi. Dhe nesër, ç'është kjo profesionalizmi dhe do të merret parasysh vetëm kuota etnike vetëm në rast se kandidatët janë barabartë. A thotë kështu ligji, apo? Po mira, janë vetëdijshëm këto të cilët e propozojmë të ligj, vetë fakti që je diplomuar në UKIM, ke më tepër poena. Apo? Në konkurs. Për shkak të rangimit të... A, të lutëm. Ku kujtë shesim të gjëra? Pastaj, si marrin të drejtën krahasojnë momente. A e pat që vëmëroja dje, as fjalë nuk morë. Si mendoni e krahasojnë me ligjin për gjuhën kur pat protestus, pat dhunë, e u munduan edhe mbasi u votu që ta ndalin ligju për gjuhën, e ta ktheu 2 a 3 herë presidenti. Kujtojmë periudhën. Si mendoni se do ta bllokoni Sela këtë, si mendoni ta bllokoni këtë ligj, me që është dërguar me badenter të vogël? Ndoshta duhet të ketë badenterin, gjithë deputetët shqiptar duhet të jenë në krye të detyrës. Duhet të qëndrojnë në sallë deputetët. Të shkojnë në sallë, këto që pretendojnë që janë opozitar. Keni biseduar? Unë bisedoj me deputetet e mi. Të tjerët, se cili duhet të mbaj përgjegjësinë për vetë. Unë do jem aty ashtu si që jam çdo ditë në parlament, sa herë që ka seanca, dhe do vazhdoj të jem sepse është në fundit detyrë që më takon dhe besim që e kam marrë për popullit, dhe aty do të jem. Dhe ky do të bie ky ligj, sipas në qoftë se të vërtet janë deputetët, dhe nuk duhet të kaloj një ligj i tillë. Nuk mund të lejojmë neve që t'u avrasim perspektivën gjeneratave të ardhshme që vijnë. Edhe politike, por edhe... Jemi fare në fund, zotëri Sela, desha të flasim edhe për çështjen e kërkesës së studentëve shqiptar për provimin e jurisprudencës. Si e shihni zgjidhjen ligjore që pushteti e promovon për çështjen e jurisprudencës? Nuk më pëlqen qasja oportuniste që ka në përgjithësi faktori politik shqiptar. Edhe në pushtet edhe kjo pjesë e opozitës të BDI-s. Unë e thash pak më herët, po çmontohet marrëveshja e Ahorit, apo? Në çdo segment, e para e çmontimit është legitimiteti. Apo? E dyta e çmontimit është heqja balancuesit. E treta është iniciativa për heqjen e gjuhës. E katërta ky ligj për përfaqësinë të drejtë dhe adekuate. Plot elemente të tjerë. Qasja oportuniste më nuk më pëlqen as pak, për shkak se kur çmontohet, nuk guxon që ti të bësh vetëm qaramanin, po të ofrosh zgjidhjen. Cila është zgjidhja? Maqedonia duhet të jetë shtet binacional dhe jo rastësisht ne kishim rezolut për shtetin binacional.
Sepse qasja e tillë që të bësh tankohesh vazhdimisht që ne kërkojmë të respektohet legitimiteti, është thirrja e ngratë për pushtet, për asgjë tjetër. Kështu që në momentin që dikush mundohet të shmontoj një marrëveshje e cila nuk i plotëson nevojat e shqiptarëve, duhet me thënë këtë, ishte marrëveshje kompromisi, edhe kur ky kompromis zhbëhet, atëherë neve duhet të avancojmë në kërkesat tona. Legitimiteti, unë e kam thënë edhe në fushat, nuk e di sa kam pas vesh opinioni që të dëgjoj. Kur dol Kristian Mickovski dhe tha, unë e kam zgjedh partnerin e qeverisë, një avdit për para se të banë zgjedhjet, me Arben Taravarin duke i dhënë duart njëri tjetrit, apo? Unë e kam thënë nga tubimi, kam thënë, me që e ke gjetë ti teritorin tëndë, se kush prek sovranitetin me votë, atër më trego kush është teritori im, që unë duhet shprek sovranitetin tim. Pak të element dhe biles janë trimnuar sot e kësaj dite tregojnë se si do sillen edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo. Këtë faktori politik shqiptar duhet jetë unik dhe të kërkoj të drejtën e shqiptarit që e shpreh me votë. Zeni, kërkush s'ka të drejtë, ta shkele të drejtën tënde, të atyre që na dëgjojnë, që voton ke si voton ke ti, atë bloku politik Maqedonas pas ka e sapët e veta. E pra kështu s'ka bashkëtis. Jemi në fund, nuk dhatë një mendim për ligjin për jurisprudencë që premton qeveria, zgjidhjen... Studentët duhet ta japin në gjuhë shqipe provimin e jurisprudencës. Ndryshimi ligjor apo në kuadër të ligjeve ekzistuese? As pak dhe biles nuk duhet pranu karremi që me shku me zgjidhje ligjore, për shkak se pastaj bjen që duhet shkojmë për çdo të drejtë në ndonjë sektor tjetër prap me zgjidhje ligjore dhe të ngelemi ne për sa është jeta vetëm të implementimi i gjuhës shqipe. Unë e thash, kjo don ekzekutiv në dorë të lidhjes shqiptare dhe shifni që si zbatohet ligji nga dita e parë. Pra po thoni nuk ka nevojë për ligj nuk ka të ri, nevojë, vetëm ndërkohë duhet zbatohet, duhet vendim të sjellë ministri i drejtësisë, nëse se sjell, ja ku e ka zbatimin e përgjegjësisë politike të cilën promovon Vleni. Dua t'ju pyes, në kohën kur ju ishit në qeveri, ministri i drejtësisë zoti Lloga nga partia juaj kishte dërguar në janar të 2024-s një ligj për jurisprudencën. Pse atëherë kishte nevojë për ndryshime tash s'ka? Unë mendoj që ka qasje ka qenë gabim, natyrisht që në atë periudhë unë akoma s'kam qenë kryetari i partisë, ka qenë tjetër kryetari i partisë, nisën turbulencat që i ndodhen aleancës për shqiptarët dhe thjesht unë nuk jam konsultuar në lidhje. Pra po thoni pa njohurinë tuaj? Po natyrisht në atë kohë s'kam qenë kryetar partije dhe ka qenë kjo periudha e ndarjeve, mos ndarjeve akoma s'kishin ndodhur, po mendoj që ka qenë qasje e gabuar në gjë e tillë. Për sjellë vetëm vendime dhe kaq. Kaq kishim kohë për këtë intervistë. Faleminderit shumë për Faleminderit për mundësinë. Vazhdojmë me informacione të tjera shikues të nderuar vetëm pas pak.